Dielli përvolonte, por fotografi nuk e kishte mendjen tek nxehtësia. Me duar që i dridheshin nga emocioni, ai ngriti dronin e tij drejt rreve duke synuar majat e piramidave të Egjiptit, që askush s'kishte parë kështu prej shekujsh. Por ajo që nisi si një kërkim për bukurinë u shndrua në një seri zbulimesh rrënqethëse. Nga kloun makabër që fshihen në pyje, te krijesa që zvariten mbi 4 këmbë dhe sekrete qeveritare të varrosura në ishuj të izoluar. Droni kapi atë që syri njeriut nuk duhej ta shihte kurrë. Qëndroni me ne, sepse këto imazhe do t'ju bëjnë të rëndisni çdo herë që do të shihni një pajisje fluturuese mbi kokën tuaj. Dielli ishte i nxehtë dhe fotografi po djersinte ndërsa po instalonte pajisjet e tija. Ndërsa fshinte ballin dhe pinte një glënk ujë, ai pickoi veten kur kuptoi se çfarë ishte gati të kapte. Mori një frymëmarrje të thellë dhe ngriti ngadalë dronin e tij në ajër. Ndërsa kamera e vogël shkonte më lart se sa ai mund të imagjinonte ndonjëherë të shkonte vet, ai qëndroi në tokë në pritje të imazheve që ajo do të zbulonte dhe kapte. Piramidat e Egjiptit janë një nga 7 mrekullitë e botës, dhe ai ishte gati të shkonte në majën e tyre më të lartë. Kur ishte hera e fundit që dikush i kishte parë këto struktura nga pika e tyre më e lartë, ai mbajti frymën dhe mbajti duart të palëkundura, ndërsa droni i tij shkonte më tej dhe më lart drejt rreve. Ky fotograf po kapte pamje ajrore të një fushe kur kuptoi se kishte njerëz të tjerë vërdall. Ai përdori dronin e tij për t'i ndjekur ata dhe ishte në gjendje të zbulonte se me çfarë po merreshin. Ne do të dridheshim në eshtra po ta kuptonim se diçka po ndodhte aq afër nesh. Një fotograf tjetër ishte në gjendje të tregonte 2 anët e çdo historie me teknologjinë e tij të dronit. Këto kafshë të shkreta, as që e dinin se ishte momenti i tyre në dritën e vëmendjes, por jemi të lumtur që arritëm t'i shihnim të dyja. Ky imazh droni kapi te lashin e dyfysht me këto llopa të çmuara në Afrikën e Jugut. Fotografi Luke Bell nuk e kishte planifikuar të kapte hijet e këtyre lopëve, por mbeti i mahnitur nga imazhi pasi e piku atë. Kjo thjesht tregon se kjo teknologji mund të na hap syt drejt një perspektive krejtësisht të re për kafshët, objektet dhe vendet që nuk i kemi konsideruar kurrë. Ky fotograf tjetër i talentuar shkoi në një destinacion popullor turistik në Malajzi, por përfundoi duke parë poshtë mbi të gjithë të tjerët rreth tij. Një dron fluturoi mbi një varg private dhe kapi këtë moment lumturie për njerëzit në bord, duke marrë rreze dielli dhe duke u çlodhur në oqeanin e bukur. Nuk duket se u shqetësua nga ndjekësi i tyre kurioz në qiell. Dronet e lejojnë fotografi udhëtimi dhe kujtime që të lënë pa frymë. Fotografi Thomas Kowalski ishte në gjendje të kapte këtë pamje që sfidon gravitetin në majë të kullave Petronas në Kuala Lumpur, Malajzi. Ky fotograf tjetër, droni ishte në gjendje të krijonte një koleksion të tërë për qytetin e tij, ndërsa të gjithë qëndruan në shtëpi vitin e kaluar. A ju kujtohet kur dëshmonit lagjet tuaja të qeta dhe ju mungonin miqt dhe familja? Po përjetimi i autostradave me rrytëm më të ngadalë të qytetit të zhurmshëm në Dubai? Fotografi Bashir Mukarzel e bëri qytetin e Dubai të panjohshëm në koleksionin e tij. Lockdown Dubai. Ne kur nuk e kemi ëndërruar se do të kishte një kohë për të parë autostradat plotësisht boshe dhe shpresojmë që kjo të mos ndodhë më. Mukarzel kapi pa mundim esencën dhe qetësinë e izolimit në vitin 2020. Çfarë tjetër ndodh kur nuk ka njëri tjetër vërdall? Ky fotograf ishte në gjendje të kapte një moment rrënqethës me pajisjen e tij të dronit. Ishte një ditë normale në Huntsville, Alabama, kur 2 miq vendosën të merrnin disa pamje ajrore me dron të një fushe lokale, ndërsa droni i tyre filloi të kalonte nëpër fushë, ata nuk mund të besonin se çfarë kishte në ekran. Një personazh nga filmat e Makthit dhe Tmerit po vështronte pajisjen e tyre përpara se të ikte shpejt në mbulimin e pyllit. Ky fotograf tjetër mund të jetë duke mbajtur atë që mund ta kthej ngërdheshjen e këtij klouni në buzëqeshje. Snaket më të mira të plazhit janë ato që mund t'i hani shpejt dhe pa i rënë në rër. Fotografi Seth Willingham gjeti zgjidhjen perfekte kur kapi këtë përshëndetje miqësore me ëmbëlsirën e tij të preferuar në Laguna Beach, Kaliforni.
Willingham beson në përdorimin e pajisjeve më të mira dhe e mori këtë shkrepje me një licencë piloti droni komercial Part 107. Një fotografi në Poloni përdori pajisjet e tij të dronit për të kapur një çift të ri të dashuruar. Fotografi po përpiqej të rikrijonte çiftin duke qenë në syrin e stuhisë dhe ne mund ta ndjejmë pasionin dhe dashurinë përmes lentës. Ky fotograf tjetër ndoqi një familje që ecste në përfusha pas një dite të gjatë në Vietnam dhe e bëri të dukej sikur po ndodhte në oborrin ton. Fotografi tjetër shikoi bukurinë e ndërtesave të bëra nga njeriu dhe trarëve të çelikut me forcë mbreslënëse. Në një efekt spiral, ky fotograf do t'ju transportojë në një nga urat më të larta në Rusi pa pasur nevojë të largoheni nga shtëpia juaj. Ura Ruski ka tashmë një rekord botror për të qenë ura më e gjatë e qëndruar me kablo, por tani është në dispozicion për ju që ta shihoni. Fotografi rus Vitali Tuk ofron një pamje tjetër të urës së famshme që lidh pasagjerët me ishullin Ruski. Nga lartësia e qiellit deri tek ngasja në rrugën që të çon në Parajs, dronët vërtet nuk kanë kufi. Ky fotograf tjetër ishte në gjendje të kapte një rrugë speciale që gjendet vetëm në Kinë, që sfidon edhe shoferët dhe udhëtarët më të mirë. Një fotograf theksoi këtë rrugë dredha në Kinë në vitin 2013. Rruga ndodhet në rrugën për në malin Tianmen. Tianmen përkthehet mali i portës së qiellit dhe është e lehtë të kuptosh pse. Pamjet nga lartësia thuhet se ja vlejnë. Ndërsa shumica e njerëzve kanë ndëgjuar për Denverin, ata sigurisht nuk kanë dëgjuar se çfarë kalojnë fermerët në kohën e korrjes. Ky përdorues droni mendoi se do të ishte interesante të kapte sezonin e korrjes në Denver, por nuk e kuptoi se sa e rrezikshme ishte për fermerët. Për fat të keq, me kushtet e thata dhe djegjen e qëllimshme, ky fermer mori pak më shumë nxehtësi se sa kishte llogaritur. Fotografi William Marazana kujton se ishte shumë e vështirë të kapte turmën e plot në shkrepjen e tij. Plazhi ishte aq i ngarkuar sa më lart shkonte, aq më shumë fokusoi në përpjekjen për të përfshirë çdo person në foton e tij. Ky dron thjesht vërteton se sa e vështirë është të gjesh vendin e përsosur në plazh. Nga një kënd tjetër, një fotograf ishte në gjendje të krijonte një shpërthim ngjyrash me traditën vjetrore të një vendi. Ngjyrat të paimagjinueshme dalin nga një fotografi droni e bërë nga i talentuari Azim Kanrani në Kang Pukan, Vietnam. Çdo vit për vitin e ri lunar, ky qytet krijon mirashkopin temjani që familjet t'i djegin në altar për një vit të mbarë. Gjithashtu, nëse nuk e keni bërë ende, ju lutemi abonoheni në kanalin ton dhe klikoni atë zilën e njoftimeve për t'u frymëzuar nga këto histori të jetës reale çdo ditë. Tani kthehemi tek historia. Entuziasti i dronëve në YouTube, Rangan Griff, kaloi ditën duke marrë pamje të këtyre dizajneve misterioze të korjeve që gjeti me një mik. Dizajnet e korjeve dhe rrathet janë lidhur me UFO-t dhe përvojat e tjera jashtë kësaj bote, por ne jemi ende duke kërkuar për prova përfundimtare. Ky përdorues tjetër droni punon për National Geographic dhe duhej të sakrifikonte pajisjen e tij për të kapur këtë shkrepje magnitse. Ju kur nuk dëshironi të jeni aq afër një vulkani, veçanërisht kur duket se lava mund të jetë kudo në pak sekonda. Një ekip eksploruesi të National Geographic po studionte vulkanin aktiv në Vanuatu, kur kuptuan se mund të mos ishte i sigurt. Me pamjet e tyre ata treguan këtë moment pikant ku ekipi lokal u godit nga nxehtësia. Fotografi Muhammad Azmil krijoi këtë moment artistik me lule të mbetura që gjeti ndërsa qëndronte në Horolai Island Resort, Maldive. Ai krijoi një imazh të bukur të një gruaje që përqafon natyrën. Një rritje e fundit e luftimeve midis balenave gungaçe dhe orkave në Kaliforni u dha banorëve shkak për shqetësim. Edhe pse dronët nuk mund të shkojnë nën ujë, ata mund të shkojnë më lart për të kuptuar se çfarë po ndodh saktësisht nën sipërfaqe. Ky dron ishte në gjendje të kapte momente saktësisht përpara se orka të sulmonte balenat më të vogla gri. Është tronditëse se sa të mëdha janë orkat në të vërtetë. Fotografi Brendan Dixon duket sikur mund të jetë duke u rrotulluar në një kup çaj dhe jo duke qëndruar i shtir
mbi një pendë mbreslënëse. Dixon është shrirë në majet të pendës Hoja në Zelandën e Re dhe po bën një dron ose një selfie me dron. Fotografi Paolo ishte në gjendje të ndalonte bukurinë në qiejt e Kapadokjes, Turqi, ndërkohë një dron ushtarak që fluturonte mbi Afganistan kapi diçka të çuditshme. Dukej se kapi një imazh që kalonte nëpër ekran, por kur u ul në tokë asgjë nuk mund të gjendej. Komunitetet e UFO-ve fajsojnë rrymat EMP për bllokimin e elektronikës. Në Anglin lindore, MB, një banor lokal 75 vjeçar, u largua nga familja e tij gjatë një shëtitje në mbrëmje. Ai u konfuzua dhe nuk u gjet deri 24 orë më vonë në një kënet nga këto pamje mrekullibërëse të dronit. Një youtuber tjetër, Furious, po shijonte fluturimin e dronit të tij mbi një pyll të dendur kur diçka i tërhoqi vëmendjen. Ai ishte i bindur se pa dikë në pyll, por kjo ishte në mes të asgjëkundit. Kur fluturoi droni më afër, imazhi konfirmon se dikush është patjetër atje dhe u fshe ndërsa droni afrohej. Nuk është konfirmuar nëse ishte një person apo mbase një fantazme epokës viktoriane me fustan të bardhë të gjatë. Fotografi i vlerësuar me çmime, Roberto Corinaldesi, kapi një moment ku notarët në Itali po shkojnë kundër rrymës. Fotografi Johan Van den Heka kap shkretëtirën Tatacoa, Kolumbi. Një youtuber amerikan shokoi komunitetin e tij kur postoi pamje të një grope thithëse. Në realitet, ky ishte një shkarkues i krijuar nga inxhinierët për të siguruar që penda lokale të mos fryhet. Një përdorues anonim droni bëri këtë pamje të një ekuipazhi ndërtimi në ishullin Hart në New York, ndërsa u ulën më poshtë pa një skemë befasuese. Në tokë ishte një ekip njerëzish me kostume kundër lëndëve të rrezikshme, duke mbuluar disa pirgje arkash në një vrim masive si endek. Çfarë mund të varrosej që kërkonte një siguri të tillë intensive? Youtuberi Aldo's World vendosi të ulej në makinën e tij ndërsa droni eksploronte pyet. Një formë njerëzore mund të shihet duke u shtrirë dhe duke u zvaritur mbi të katërtat në pyll. Një tjetër youtuber, Stormy, po eksploronte një zonë kënete dhe pa aligator masiv në dronin e tij. Mike Cass ishte në kërkim për të sjellë para drejtësisë një klon që lëvizte i lirë në lagjen e tij në Carlsbad, Kaliforni. Ai e gjyrmoi klonin për 4 ditë, përfundimisht kloni nuk u kap kurrë dhe thuhet se është ende në zonë. Mikey Memps solli dronin e tij në një rrugë famkeqe dhe kapi imazhe të një kloni që dilte nga pylli vetëm për t'i gjuajtur me gur dronët. Një projekt në Kim vendosi të ndriçojë natën me mijëra dron. Një ekip dizajnerësh krijuan një spektakël dritash ku dronët bënin forma të ndryshme në qiell. Kjo u përfol si mënyra e re e shijimit të fishekzjarreve, duke qenë më pak toksik për mjedisin. Çifti kanadez Wesley dhe Felicia kapin një moment çlodhës ndërsa po eksploronin lagunën e 7 ngjyrave në Bacalar, Meksik. Pa marrë parasysh se si i përdorni dronët tuaj, ata patjetër arrin në vende që sytë tanë nuk mund t'i shohin.